Një çifti pensionistësh, një çifti normali duhet mbi 90.000 lekë për të jetuar një muaj në qytetin e Tiranës. Dhe çfarë bën qeveria shqiptare? A sjell me këtë buxhet ligjin për detyrimin e minimumit jetik? A sjell me këtë buxhet ligjin dhe detyrimin për të barazuar të paktën mbështetjen sociale të Shqipërisë me vendet e Ballkanit Perëndimor? Jo, përsëri refuzon që ta bëj këtë. Shifrat janë të qarta, treguesit janë të qartë. Sot Shqipëria duhet patjetër që të mbyllë këtë hapësirë që ekziston ndërmjet të ardhurave të shqiptarëve me ato të rajonit, të ardhurave të shqiptarëve me Bashkimin Evropian. Pa siguruar minimumin jetik, kjo nuk ndodh. Një pension fshat sot është 6.000 lekë. Çfarë mund bëj një pensionist fshati me 600 lekë? Dhe çfarë thot qeveria shqiptare? Do arris 20 lekë në ditë. Çfarë mund bëj një pensionist me 20 lekë më shumë në ditë? Kush ka prindër në shtëpi që marrin pensionin? Çfarë mund t'i bëj më shumë 20 lekë në ditë? Si mundet një pensionist që t'jetoj e të mbyll muajin me 20 lekë në ditë?